50.000 xhami. Edhe mbyllja e xhamive ka ardhur për shkak të mungesës së njerëzve që shkojnë edhe falen. Si shpjegohet? Kjo shpjegohet me... Kujtojmë pra për gjithë ata që, si më thënë, ata ka një tjetër besimi shiit, është ajo... Jo vetëm kjo, po e lidh me regjimin, sepse është regjim teokratik. Dhe situata në vend nuk është kjo që shohim ne, sepse informacioni që marrim është shumë i kufizuar, sepse është informacioni i kontrolluar edhe me... Unë kam një eksperiencë personale në Iran, unë kam qenë në Iran para 29 vjetësh, kam qenë student udhtoja nga... Po nuk kanë qenë kështu atëherë, nuk kanë qenë kështu, por kam parë që kur kemi kaluar me autobus nga Irani në Turqi, të gjithë njerëzit që ishin me femra që ishin me perçe të mbulur, kur kemi kaluar me Turqi, kanë dalë, janë rruar dhe janë vesh me minifund. Si të thot një lloj rezistencë, një lloj kulture imponuar. E dyta, Irani është një vend me kulturë të lashtë dhe nuk... Është 10.000 vjeçar qytetërimi më i lashtë në botë. Nuk mundesh të krahasosh Iranin me asnjë vend tjetër të rajonit. Tjetra pastaj që është kryesorja është ekonomia, gjendja ekonomike. Në vitin 90 Irani ka pas $13.000 për të ardhurat për frym, sot ka $3.000 të ardhurat për frym. Pavarësisht fajit se i kujt është, gjendja ekonomike pasqyrohet edhe në reagimin e popullsisë. Ndoshta është vetëm arsye që në reagimin e popullsisë. Por ajo çfarë unë shoh është, duke qenë se po themi sulmi ushtarak është ose konflikti është reagim, është ngacmim i jashtëm, që shpresohet pastaj që të shërbejë ai ndezësi i reagimit breshëm, siç ndodhet në çdo lloj diktature që do të ndodh një moment i caktuar pastaj që të ngrihet. Kemi parë vitet 90 në vendet e Europës lindore. Kemi parë në Rumani që është rasti më ekstrem. Situata në ajo çfarë bën Izraeli është më e madhe se sa për Izraelin. Dhe raporti në linjën e mesme është përtej raportit Iran-Izrael. Është një nga elementet, më themi, është shtylla kryesore, por situata është edhe më e gjerë. Edhe po të shikosh, linja mesme ka ndryshuar në 4-5 vitet të fundit, është transformuar totalisht. Kemi pas pranverën arabe në fillim të 2011 dhe në 2012, patëm luftën civile në Siri. Sot Siria është një shtet që ka një regjim ose të dush për një qeverisë që është propë perëndimore dhe anti-iraniane, që është një arritje jashtëzakonshme dhe pak të nuk do ishte e mundur ndërhyrja sot në Iran. Kemi marrëveshjet Abraham Accords të 2019-s midis disa vendeve arabe të linjës me Izraelin. Që janë kryesisht sunit. Të vetmit shiit janë iranianët. Tani, për të kaluar... Se kanë dhe tek kjo, fryma sunit e kryesisht. E kanë tek kjo. Ndarjet fetare shumë herë më sa ndarjet mes ndërmjet shteteve ka rrezik. Në fillim të fjalës tash që kjo ka filluar në 79, nuk ka filluar tani. Për të bërë një historik fare të shkurtër që në 79 në atë zonë ka ndodhur 3 ngjarje të mëdha. Ka ndodhur ndërhyrja e Bashkimit Sovjetik në Afganistan. Ka ndodhur revolucioni iranian, ka ndodhur edhe një revolucion i brendshëm në Arabinë Saudite. Për shkak të revolucionit iranian, mbretëria e Arabisë Saudite u detyrua të tregojë dhe të lënë një dorë të lirë klerit në Arabinë Saudite, për shkak të balancimit me Iranin, gjë që çoi pastaj që Arabia Saudite të jetë eksportuesi i islamit radikal. Dhe 5 vitet e fundit, Arabia Saudite ka bërë ndërmerr reformat të brendshme, që po e shndërron Arabinë Saudite nga një vend që eksporton islamin radikal. Po importon vlerat më të mira perëndimore. Në një vend që po e kthen në modelin e themit të Emiratëve të Bashkuara. Po që nga ndërhyrja në futboll dhe lehtësimet që janë bërë dhe shumë lehtësime. Në 2-3 qytete kryesisht dhe në 2-3 jo gjithë. Nuk mund bëhet me një herë e gjitha. Nuk mund do të truhet fabrika e shoqërisë. Kështu që edhe ngjarjet edhe kjo që po ndodh në Iran është në vazhdimsi e lëvizjeve tektonike. Edhe për shkak të shkruar, se po doshëm mund të sjellim edhe deklaratat e mbretit saudis, mos bin Salmani, i cili praktikisht e identifikonte Iranin si një armik, si një rrezik shumë të madh
për paqen e lindjen e mesme. Pra, shikosh një Arabia Saudite dhe Iran, vend musliman që merr praktikisht mbështetje Izraelin. Shiko, muaj pas takimit me Trumpi, kuptohet? Gara më e madhe. Shumë interesante duket situata për influencën në rajon nuk është midis Iranit edhe Izraelit. Është midis Iranit dhe Arabisë Saudite për shkak se të dy shtetet përfaqësojnë dy identitete fetare të ndryshme. Njëri sektin suni dhe tjetrin sektin shiite. Ose dy depozitat të barabarta karburanti. Është tjetër. Po flasim për legitimitet, po flasim për legitimitet pushteti. Dhe Irani ka përdor komunitetet shiit në rajon, edhe në Irak pas luftës në Irak, edhe në Siri, edhe në Liban, në mënyrë që të shtroj, po themi, sferën e vetë. Pra dhem sot bëri luftën poshtë, tani e ka radhën ta bëj luftën vetë, po themi kështu në një farë mënyrë. Tani, lufta sot ndodh sepse grupet ekstremiste, të cilët kishin rrethuar Izraelin, edhe përbënin kërcënime, edhe përdoreshin dhe financoshin nga Houthi, Hezbollah dhe Hamas. Ato nuk, po thoj se nuk janë më, dhe ky rrezik është larguar. Dhe në momentin që është janë larguar ose janë eliminuar proxit, pastaj ka ardhur momenti